Nona jon, Allahu Dhu Gjelal e sprovoi me smundje. Edhe kjo është interesante familjet tona, i sprovon Allahu prindërit tonë në fundin e jetës me smundje, edhe zakonisht njerëzit ka pak fillojnë edhe mërziten. Realisht smundjet e prindërve tonë i kanë dy qëllime të mëdha. E para, atyre edhe ato pak mangësi, gabime, gjuna që ka çdo njeri ka ato, me i la, dhe e dyta me i mundësu familjes rrethit, me fitu shpërblimet mëdha për kujdesin që e kanë ndaj tyre, dhe me pas mundësi me marr halallëkin prej prindërve tonë. E kjo është suksesi më i madh i një fëmis, që munda për prindërve të vet, duke qenë ata të kënaqur me ta, e gjithsesi fëmijët janë të kënaqur me prindërit e vet.